Falo, e vetmja zgjidhje. Falo se këtë kryj. Namazi është e vetmja qetësi që po më mban në jetë. Këngëtari Gjesti ka folur në një intervistë të fundit për mediat në Shqipëri, ku ka treguar se ka nisur të praktikojë faljen e namazit, shkruan Mitropol. Ai tha se, pavarësisht vështirësive që ka kaluar në jetë, besimi dhe falja janë shndëruar në një mbështetje të rëndësishme për të. Kam pasur shumë situata, por kur nuk jam dorëzuar. Falu se çdo gjë kryhet, falu. E para është me u fal. Unë edhe më herët jam falur, por jo siç duhet. Tash po e shoh që nuk po mundem me e largu dhimbjen. Ankthin nuk e kam përjetuar më herët, por tash po e përjetoj. Po më shkap nga bota. Ama veç me u fal duhet, nuk shoh tjetër zgjidhje, ka shtuar Gjesti. Gjesti ka shtuar se përmes faljes ndjen qetësi shpirtërore dhe stabilitet më të madh emocional.